Ky ishte rezultati i vetëvendosjes në zgjedhjet e vitit 2010. 12.69% ose 88.000 vota. E ky ishte rezultati i vetëvendosjes në zgjedhjet e vitit 2014. 13.59% ose 99.000 vota. Pra, Partia e Kurtit u rrit në atë kohë vetëm për 0.9% për 4 vjet. Kjo nënkupton se vetëvendosje me atë ritëm të rritjes do t'i arrinte 51% sa i ka sot diku në vitin 2176. E atë rezultat e bëri veçanërisht të hidhet fakti se pak muaj më herët ja doli të fitonte edhe Prishtinën me Shpend Ahmetin. Si dhe faktin tjetër se një vit më herët ishte nënshkruar marrëveshja për asociacionin nga Thaçi e Daqiq. Pas atij rezultati, kryetari i vetëvendosjes do të bëhej Visar Ymeri, edhe pse më vonë u zbulua se kjo ishte thjesht një farsë.